dot asgjë. Nuk mund t'i dot asgjë sepse sigurisht që procesi i parë është një proces androginali, ku mashkull femër janë në njëjtin vend, ku plus minus janë në njëjtin vend, ku pohimi dhe mohimi janë në njëjtin vend. Duhet të ndahen ato që të fillojë procesi i krijimit. Prandaj keni një moment atje që unë kam shkruar që procesi i krijimit ose atë që edhe janë krijimit. Dhe është shumë bukur që në shqip fjala krijim dhe fjala krijim ka një mënyrë, sepse krijimi vërtet është krijim që ndodh brenda. Por nuk është krijimi në logjikën e zakonshme që kemi ne që del buli në rrugë dhe vres gruan e tij. Nuk është logjika e krijimit. Është substanca e brendshme e krijimit. Do ti detyrohesh të bësh një ndarje, që ti bësh një thyetje. Është tjetër gjë pastaj që gjithë procesi jonë është një proces rinjotje për shkuar në fund për ta bashkuar pikërisht këto dy pjesë edhe për të krijuar atë simbolion. E gjithë situata njerëzore pikërisht ka kaluar në të tillë. Sigurisht në librat e shkollës ne kemi mësuar për shkakun që figura ka qenë një situatë fare primitive, njerëz me pisht etj. Ka pretenduar për shkakun që njeriu ka ardhur duke u zhvilluar